Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me hënën e plotë që do jetë në datën 30 dhe do shohim se çfarë ndikime do ketë kjo hënë e plotë për gjithë ne. Gjithsesi, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video të ndryshme në këtë kanal. Atëherë do fillojmë pa humbur kohë të flasim. Ju ftoj dhe të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do flasim në lidhje me hënën e plotë. Është një hënë e plotë që do ketë ndryshime, do ketë revolucion, ndryshime rrënjësore në çështjet e jetës së përditshme. Më shumë do ndikohet shenja e Demit, shenja e Akrepit, shenja e Luanit dhe shenja e Ujorit. Kur kjo hënë e plotë do t'ju sjellë ndryshime në lidhje me çështjet dhe situata të ndryshme që mund të keni në jetën tuaj. Është një hënë e plotë që duhet keni kujdes çfarë sakrifikoni dhe për kë sakrifikoni, sepse është një hënë e plotë që do ngrej çështje të vetë sakrificës. Gjithsesi, kjo hënë e plotë është është hëna më e fortë e vitit. Kështu që është një periudhë ku do ndikojë edhe në lidhje me menaxhimin e plagëve dhe situatave të vështira nga e kaluara juaj. Hëna e plotë që është tani në 30 qershor, është një hënë e plotë që do sjellë zgjidhje dhe përfundime të rëndësishme, por më tepër për shenjën e Dashit, shenjën e Gafores, shenjën e Peshores dhe shenjën e Bricjapit. Ndoshta ju do të jepni zgjidhje çështjeve dhe situatave të ndryshme që mund të keni pritur për një kohë të gjatë. Do nxjerrë në sipërfaqe, është një hënë e re që do nxjerrë në sipërfaqe gjëra të varrosura, gjëra që ju nuk i keni mbajtur sekret në jetën tuaj, por gjithsesi do shohim se si do ndikoj, do shohim edhe tarotin në lidhje me këtë hënë të plotë. Dhe unë kam marrë dhe gurin e hënës së plotë këtu. Atëherë, jemi të energjia shenjave të ajrit, energjia shenjave të ujit dhe kemi energji të shenjave të zjarit. Gjithsesi përfshihen gjitha shenjat e horoskopit, shoh që do vi diçka e shpejtë tek ju. Ndoshta mund të jetë një diskutim, mund të jenë diskutime, mund të jenë ide, mund të jetë diskutim lidhje me dashurinë me një person, është diçka që vjen në mënyrë të rrufeshme. Mund të jenë disa tensione që ju mund të keni pasur ose kundërshime mendimesh në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje në të përditshmen tuaj. Gjithsesi, unë shoh që nuk e di jeni përqendruar shumë te humbjet e skaluarës ose ju e keni ndier veten të sakrifikuar në lidhje me një padrejtësi që ju është bërë. Për pjesën tjetër në lidhje me një njohje, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Diçka që ka ndodhur, disa tensione ose kundërshqime mendimesh në rastin tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju mund të keni dhe mund të keni kundërshqime idesh te vendi punës. Por gjithsesi ju shoh në një situatë, është një energji ku ju jeni përqendruar vetëm te humbjet, ndjeni veten të sakrifikuar në lidhje me një njohje, me dashurinë, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, mund ta ndjeni veten të sakrifikuar në familjen tuaj. Në rastin tjetër mund të jetë një sakrificë që ju bëni te vendi punës dhe jeni përqendroni gjatë kësaj hëne të plotë, por gjithsesi unë shoh që ju vijnë mundësi dhe oferta të reja në lidhje me gjithçka për të mbyllur këto situata, sepse është një hënë që edhe mbyll. Gjithsesi ju shoh në mes të sakrificave përsëri, po të vini re këtu. Jeni në mes të sakrificave, në mes të errësirës, ose ju ndjeni që vërtet po sakrifikoni shumë. Dëshironi të kaloni këtë prag të vjetër, të lini gjërat e vjetra mbrapa. Ju shoh që jeni në një situatë që
akoma nuk po hini hapa drejt diçkaje të re, drejt një njohje të re, drejt një pune, një partneriteti, një biznesi. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje dhe me studimet, me dokumenta të ndryshme, por dhe me anën shëndetësore. Dhe shohim në vazhdimsi çfarë na sjellin energjia e ajrit, këto tensione që ju keni ose keni pasur, ose një padrejtësi që mund t'ju jetë bërë, dhe kemi energjitë shenjave të ajrit përsëri. Dhe shoh që nuk e di, mund të keni lidhje me institucione të ndryshme, ose në një rast në lidhje me dashuri mund të keni të bëni me një person narcis, ose një person që është i ftohtë nga natyra. Është një person që ka eksperjenca, përdor më tepër pjesën e logjikës, dhe unë shoh që ju kërkoni një vërtetësi këtu, ose dëshironi që të keni gjëra të vërteta, ose një të vërtetë në lidhje me një dashuri, me një person, në lidhje me institucione shtetërore që mund të ketë lidhje me dokumentat, me studimet tuaja. Dhe këtu kemi shenja ajri, toke dhe ujë, dhe unë ju shoh që ju sikur dëshironi të pastroni diçka. Në lidhje me disa situata ju shoh më tepër. Këto mund të jenë situatat e vendit punës, situata ekonomike, situata në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni pasur. Por është diçka që ju dëshironi ta sqaroni, ose diçka që ju dëshironi ta pastroni, një energji ku ju ka dhënë mësime, shoh, keni eksperienca në lidhje me gjithçka, do mendoni më logjikisht dhe do merrni vendime të rëndësishme për të pastruar diçka që ka lidhje me disa situata të vështira që keni kaluar. Dhe shohim të energjia shenjave të ujit. Atëherë erdhi një energji shumë e bukur. Shoh që disa prej jush mund të jeni përqendruar te çështje dhe situata, dhe kemi përsëri energjitë shenjave të ujit dhe kemi energjitë shenjave të zjarit. Jeni përqendruar te disa situata nga e kaluara, ndoshta një dështim, një humbja një personi, një dashurie, ose ju vërtet jeni ndjerë të sakrifikuar në lidhje me disa situata të vështira që keni kaluar, me tension, me stres. Kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me punën tuaj, me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme. Dhe jeni përqendruar totalisht te kjo situatë. Por duhet shikoni, sepse shoh që keni mundësi dhe oferta të reja në lidhje me dashurinë, dhe shoh një fillim të ri që do lindi gjatë kësaj periudhe, në lidhje me një njohje që do keni, dhe shoh një komunikim nëpërmjet rrjeteve sociale për një pjesë prej jush. Për pjesën tjetër, shoh që ju do keni lajme të mira, do keni lajme të shpejta, do veproni shumë shpejt, do keni udhëtime për një pjesë prej jush, mund të jeni distanca të gjata, por edhe të shkurtra, dhe gjithsesi unë shoh që ju do harrini të shfrytëzoni këto mundësi që do t'ju vinë. Një mundësi në lidhje me dashurinë, një mundësi në lidhje me punën, me një udhëtim, me studimet tuaja, ose edhe duke aplikuar nëpërmjet emaileve në lidhje me një vend pune që mund të jetë jashtë shtetit ose të jetë nga një qytet në qytetin tjetër. Dhe ju shoh që do veproni shumë shpejt dhe ju shoh në udhëtime. Gjithsesi, jeni midis errësirës dhe dritës, mund të them, midis disa situatave që ju kanë lënë në një situatë që ju dëshironi që ta kaloni këtë situata të vështira që keni kaluar, ku çdo gjë ka qenë ndoshta edhe pak e rëmujshme në lidhje me ju, dhe ju jeni gati të sakrifikoni për të kapërcyer këtë prag, këtë diçka, për të kaluar në diçka, në një dritë, në diçka më të mirë në jetën tuaj. Dhe të shohim se çfarë na sjell kjo energji. Dhe kemi energjitë shenjave të zjarit, dolën 2 letra këtu. Atëherë, unë ju shoh që energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ajrit. Gjithsesi, ju shoh që ju do ta bëni me shumë emocion. Dëshironi vërtet të kapërceni një prag të një situate të vështirë që keni kaluar, dëshironi të nxirni ose të bëni një fillim të ri që vërtet gjithçka në jetën tuaj të marrë dritë. Dhe unë shoh që do keni lajme të mira, por do keni edhe një çlirim shpirtëror në momentin që ju t'i lini mbrapa të gjitha këto situata të vështira që keni kaluar. Dhe shoh që jeni duke u larguar, do t'i lini mbrapa të gjitha,
do merrni një drejtim më të mirë për vete, por shoh që në këtë drejtim të ri që do merrni, mund të keni të bëni edhe me persona që kanë eksperjenca. Mund të jetë dëshironi të futeni në një dashuri, lini mbrapa diçka, dhe shoh që para jush është një person që ka eksperjenca, dëshiron të marri vendime në lidhje me ju, ose do t'i marri vendimet në lidhje me ju, por është një person që mendon logjikisht, me mençuri, dhe vendimet i merr bazuar në logjik. Për pjesën tjetër, shoh lajme të mira nga disa situata dhe çështje që ju kanë lënë në errësirë. Ndoshta keni qenë në situata të mira, mund të them, në lidhje me çfarë do lloj situate që keni, por ju do çliroheni, do harrini të largoheni. Kjo mund të ketë lidhje me punën, me anën ekonomike, me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me institucione shtetërore, me ligjin, me çështje ligjore, me dokumenta për larguar jashtë shtetit ose për të shkuar diku për një punë. Dhe unë shoh që ju do harrini që të çliroheni, eksperjenca keni marrë dhe do merrni vendimet bazuar në logjik, në lidhje me çfarë do lloj çështje dhe situatë që ju keni. Dhe do shohim si do vazhdoj, çfarë efekte do ketë kjo. Atëherë, jemi te energjia e shenjave të ujit, energjia e shenjës së akrepit dhe energjitë shenjave të ujit përsëri. Ju shoh me sëndrave dhe iluzioneve. Ju do keni shumë oferta në lidhje me dashurinë, do jeni duke ëndrruar rreth një personi, është një person që ose një ofertë që vërtet ju tërheq. Kjo ofertë mund të ketë lidhje dhe në lidhje me punën, në lidhje me studimet, në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me një largim, ose ju dëshironi të ndryshoni një vend pune, do keni shumë opsione, një projekt, një partneritet, dhe jeni duke ëndrruar, duke krijuar iluzione gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, këtu kemi energjinë e kartës së vdekjes që ka planet Plutonin, dhe shoh që ju do të jepni fund, mbyllni diçka nga e kaluara, pësoni një transformim shpirtëror, ndryshime të mëdha që do vinë në jetën tuaj, sepse jeni në një fazë ndërrime, shoh. Dhe shoh një çlirim shpirtëror, por dhe një person i ri vjen drejt jush. Është një person që ka emocione në lidhje me ju, është një person që edhe mund t'ju mbështesi në lidhje me këto ndryshime që ju dëshironi të bëni, por shoh që ju do keni dhe lajme të mira mbas mbylljes të situatave të vështira që ju keni kaluar. Atëherë, kemi energjitë shenjave të zjarit, të ajrit dhe të ujit përsëri. Dhe kemi hënën e plot këtu. Shoh që jeni të vendosur në qëllimet tuaja, do jeni shumë karizmatik, do jeni duke menduar në lidhje me qëllimet që keni vendosur në lidhje me një person që ju vërtet keni ëndrruar, dhe ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me një dashuri, në qëllimet tuaja në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë të bëjnë me familjen, me shtëpinë, në marrëdhëniet tuaja, dhe unë shoh që ju do harrini në momentin që të vendosni qëllime vetes, ju do lini mbrapa gjithçka dhe do të jepni një drejtim më të qetë situatave. Dhe shoh përsëri një largim në hënën e plot, ku ju lini mbrapa çështje dhe situata që ju kanë shtëruar emocionalisht, duke marrë një drejtim më të mirë për vete. Një pjesë prej jush duke u futur në një njohje të re, dhe aty shoh që ju pret një person, është një person që ka emocione në lidhje me ju, do jetë duke i shprehur këto emocione. Në rastin tjetër, në momentin që të largoheni, shoh që ju sikur do çliroheni nga ana emocionale, por do keni dhe lajme të mira. Mund të lini mbrapa një punë, një partneritet, një biznes, një projekt që vërtet ju ka shtëruar për të bërë diçka tjetër në jetën tuaj, ose një situatë që ju ka tensionuar, ose persona që mund të keni pasur kundërshtim mendimesh, idesh, dhe shoh që mund të jenë çështje dhe situata nga më të ndryshmet që ju mund t'i merrni, por e rëndësishme është që ju do të jepni një drejtim më të mirë gjithçkaje për veten tuaj. Dhe kemi kullën që sjell ndryshime të mëdha, dhe kemi kartën e karrocës
që ka lidhje me, për një pjesë për ju, shoh që ju do keni ndryshime të mëdha. Rrëzohet diçka e pa ndërtuar mirë, ndoshta një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie, ose një punë, një aktivitet, diçka që vërtet nuk ka funksionuar për ju, dhe unë shoh që ju do filloni të ndërtoni gjëra më të sigurta. Kjo ka lidhje dhe në lidhje me shtëpinë, me familjen, sepse kemi kartën e familjes tu, në lidhje me se kemi energjinë e gafores që përfaqëson familjen, gjithsesi shoh ndryshime të mëdha në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, ku ju do të jepni një drejtim më të mirë situatave, në lidhje me një udhtim, për gjithë ata që dëshirojnë të ndryshojnë atë të përditshmen e tyre për të shkuar, për të pushuar. Për pjesën tjetër mund të jenë udhtime pune, që ju dëshironi të filloni një punë në një vend, në një shtet, në një qytet tjetër. Do të jepni drejtim studimeve tuaja, punës tuaj, por dhe anës tuaj ekonomike. Ju do jeni në një pozicion ku ju vërtet jeni gati për t'i bërë këto ndryshime dhe për të marrë rrugën tuaj dhe për t'i dhënë një drejtim më të mirë çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Dhe shoh një përqendrim, gjithsesi unë nuk dua ta shoh këtë, ju do keni mundësi dhe oferta gjatë kësaj periudhe, thjesht dilni nga energjia e humbjeve, e dështimeve që keni pas në jetën tuaj, ose sepse ju shoh shumë të trishtuar dhe jeni përqendruar në çështje dhe situata që kanë lidhje me të kaluarën, sepse shoh që këtu do ketë oferta në lidhje me të gjithë ju. Oferta të reja, persona të rinj, ose punë të reja, aktivitete të ndryshme që ju mund të keni. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëherë, ju shoh konfuz me këtë, në lidhje me zgjidhjen e situatave, dhe thot, nuk dëshironi, thot, apo nuk mundeni, apo nuk dëshironi, thot, që të merrni një vendim në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, sepse është një hënë që ka dhe sakrifica, që ju do futeni ose do mendoni rreth sakrificave që keni bërë. Gjithsesi, mos qëndroni që në një situatë që ju ndjeni keqardhje për veten tuaj, thot. Mendoni sikur nuk keni probleme, thot. Mendoni sikur nuk keni probleme, sikur nuk ka asnjë problem. Dhe jepini zgjidhje çfarë do lloj situate që ju të keni. Mos qëndroni konfuz në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Merrni vendime të rëndësishme, thot, sepse ju mundeni që ta bëni këtë. Dhe marrim dhe një mesazh tjetër, dhe përse jemi te energjia e ajrit, kemi 2 energji ajri këtu, dhe ju thot, ka ardhur koha, thot, të braktisni momentet e vështira që ju keni kaluar. Mos qëndroni më te sakrificat që ju keni bërë. Lereni kohën të kujdeset, thot, për të marrë një vendim të duhur në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Dhe vetëm dialogu, thot, ose një bashkëbisedim mund të bëjë që ju të pranoni ofertat dhe mundësitë që ju do t'ju vinë gjatë kësaj hëne të plotë. Gjithsesi, unë shoh këtu një pjesë prej jush, ndiheni të lodhur psikologjikisht, keni nevojë për një pushim, për t'i dhënë drejtim, për të menduar dhe për t'i dhënë drejtim gjithçka që ju do keni gjatë kësaj hëne të plotë. Atëherë, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj një fundjavë të këndshme, një mbasdite sa më të bukur për të gjithë ju. Dëgjojmë te videot e radhës.